Nga 1 tetori pensionistët do të kenë më shumë para në xhep. Sipas vendimit të qeverisë, mbi 721.000 përfitues do të përfshihen në indeksin e 2.5%, i cili llogaritet çdo vit në bazë të shportës së madrave dhe rritjes së çmimeve të konsumit. Nga kjo rritje, mbi 630.000 pensionistë në zonat urbane dhe rreth 91.000 në zonat rurale do të kompensohen për shtrejtësimin e kostove të jetesës. Konkretisht, një pensionist në zonat urbane që merr mesatërisht 19.609 lekë pas indeksimi do të përfitojë rreth 490 lekë më shumë në muaj, ndërsa për pensionistët në zonat rurale me pensionin mesatar prej 11.878 lekësh, shtesa mujore do të jetë 296 lekë. Është një normë e cila pasqyron rritjen e çmimeve për shportën e pensionistëve, është pak më e lartë se sa norma mesatare e indeksit të konsumit për periudhën korrik 2024 gusht 2025, që është periudha referencë e cila merret në konsiderat për indeksimin e pensioneve. Dua të theksoj që nuk duhet të kategorizohet si një rritje e pensioneve. Indeksimi është rregullim i pensioneve sa i takon çmimeve dhe është një proces dhe një politikë të cilën ne e kemi ndjekur çdo vit dhe do të vijojmë ta ndjekim çdo vit, pasi duhet të garantojmë që rritja e çmimeve nuk ndikon në masën e përfitimit të pensioneve. Rritja do të përfshi pensionet e pleqërisë, invaliditetin dhe ato familjare, duke i kushtuar buxhetit të sigurimeve shoqërore 1 miliard dhe 140 milion lekë. Kjo shtesë do të aplikohet edhe për qytetarët që dalin në pension duke filluar nga 1 tetori. Në konferencën e saj të parë si ministre e ekonomisë dhe inovacionit, Delina Ibrahimaj foli edhe për politikat e reja të qeverisë. Unë besoj fort që nëpërmjet këtij plani dhe nëpërmjet reduktimit të përdorimit të keshit në ekonomi, do të arrijmë që të kemi reduktim të ekonomisë informale që do të garantoj një konkurrueshmëri më të lartë dhe një treg më të mirë për zhvillimin e sektorit privat në vend. Ministra Ibrahimaj e konsideroi gjithashtu pozitive rritjen ekonomike prej 3.5% të këtij viti, duke theksuar se është mbështetur kryesisht nga rritja e pagave në administratë dhe aktivitetet e pasurive të paluajtshme.